se s'kemi bërë dhe prova, kuptohet, vetëm, nga që nuk dinte tekstin, atëre vazhdoj vetëm me Tunja Tjeta. Tunja Tjeta, 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 77 Tunja Tjeta ka thënë gjatë gjithë këngës. Në Zvicër në një koncert, Arif Ladi këndonte këngën Kush e vrau Esat Pashan. Sigurisht ishte një këngë popullore që e pëlqenin shumë, dhe Arifi deli në skenë dhe fillon këngën. Kush e vra, kush e vra, kush e Esat Pashan. U qohet një një, o Arif, unë e kam brava. O ti, i thot, më falë, zot një, ishte fitil, ishte pirë. Or pasha zotin, o ti Arif, tha, futi dorën xhepe dhe nëzori 500 marka. Atere, e kuqe dhe aodhe Arifit ke këmbët. E pa Arifi, kush e vra, kush e vra. Or unë e kam vra, o Arif, mos u lodh top. Nëzori prap 500 marka dhe aodhi prap Arifit. Më fali tha Arifi, po të shqip puna është se me gjithë se ti po flet me dokumentat gjënëm, ti e ke vra po. Edhe filloj pasaj, e ka vra, e ka vra, e ka vra këtë burë brevla. A i nëzori edhe 500 marka të tjera, 1500 marka, shtroj një banket Arifi në darkë. Të nesërmen, për sëri qfaqja, hapi perde njëri dhe tha, Arif tha, hajde tu tha. Pas ka ardha i prap tha, që ka vra tha Esat Pashan tha. A i me kostum. 1500 marka prap sot tha po hullej. Filloj Arifi, edhe orkestra gjithë sytë ke a i. Edhe Arifi, kush e vra, kush e vra, kush e vra Esat Pashan. A i porinte atje. Orkestra ndaloj. E ka vra, e ka vra, e ka vra kë burë brevla. A i hiq. Orkestra ndaloj, Arifi për shikonte. E ka vra kë burë brevla. Hiq a i. Pritën të gjithë u qua i. O Arif! Por mërëm isha budal se isha fitil, ta sot le ta vrasi prapa më një Rustemi. Dhe hiq të, nuk e leja të mënda. Dhe e fundit pa e mbyllim me artistin e popullit, që shëngjur zotit e kemi gjallë, Avni Mulën, dhe urojmë jetë gjatë. Avni Mula, kur bëri për herë të parë këngën Vajza me Kaçurella, që bë një këngë e njohur shumë shpejt, e ka kënduar për 8 marsin në vitin 1978-79, diçka e tillë. Në 30 vjetë për para. Dhe në atë program ishte dhe Vaçezela, artiste e dhe madhe, dhe shumë artistë të tjerë që këndonin. Mirë po, Vaçja merë në telefon, si që bënde zakonisht, dhe tha që jam sumur dhe nuk bi në koncertin e 8 marsit për gra. Unë nga trua programi, dhe Avniu e njoftojnë në interfoni, në shpejt Avni Mule në skenë, shpejt Avni Mule në skenë, se shkatuar programi, Vaçja nuk vjen të lutem shpejt Avni. Avniu në të kohë ishte në banjo. Ishte veshur me kostumin e ti të zi, me papion, mrekullim, bukuri, por del me nëzitim dhe vrap e drejtë në skenë. Mi po sa shko në skenë, kuptohet që nuk ishte reguluar mirë, rripin se kishte shtërnguar dhe zinxhirin e pantalonave kishte lënë hapur. Salla e teatrit të operës plot me gra. Mirë që kishte lënë zinxhirin hapur, po i kishte dalë edhe këmisha. Avniu nuk dinte gjë dhe Avniu ka zakon hape dhe krahët kështu edhe lëvizë dhe këmisha. Aje shikonte në pëqeshtë të gjitha gratë e duar të rukisë, dhe Avniu vë qarë suksesi pas ka mësot me gratë.
Saluton dhe kësu, kur saluton dhe hop, futesh kisha brenda. Kur bënja një kësu hop, e dikte jashtë. Edhe filloj këngën. Vajza me kacurela. Vazhdoj këngën dhe sa herë që përkule dhe sa herë që lëviste, gjithmonë këmisha e luande dhe gratë vetëm qesnin dhe duar trokisnin. Në fund fare, kur mbaronte, i thashtë mu do gjani, moj vajz me kacurela, pakuje për tizani, të lutem nga Bucella. Partizani, të lutem nga Bucella, të lutem nga Bucella. Në fund fare e pa qarjesu dhe mbylli zinxhirin, neti dhe doli. Ashtu si shpëndam dhe unë dhe ju faleminderit. Së parë, jo mbrëmjes. Sepse tani do të vi pjesa e dytë. Të nderuar miq, ju falenderoj shumë që keni gjetur kohë që jeni prezent në festimin e 10 vjetorit të televizionit Kultura Shqiptare. Shpreh dëshirë që të keni dëshirë të ngreni ushqim në darkën e shtruar këtu dhe natën e mirë. Kalofshi bukur.